Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Lindja e mesme është kthyer në qendrën e botës në atë që shumë po themi specialist, gazetar, analist të gjeopolitikës e cilësojnë si një mini luftë botërore. Shtetet Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me Izraelin sulmuan Iranin dhe kjo prodhoi një efekt domino. Irani ka sulmuar disa shtete të tjera dhe shtete të tjera disa shtete të tjera. Por ç'po ndodh me të vërtetë në lindjen e mesme dhe cila është pozita e Shqipërisë? Duket si një fjalë e largët, ç'pun kemi ne, është distancë e largët, por nuk është edhe aq e largët për kushtet që ka Shqipëria dhe marrëdhëniet e çuditshme që kemi ne me Iranin. Po kush tjetër mund të analizonte këtë situatë? Unë kam përzgjedhur një nga diplomatët më të mirë që ka Shqipëria mbas vitit 1990, por edhe një mik i imi dhe për më tepër një gazetar shumë i njohur, po aq i njohur si diplomat, megjithëse në vitet e fundit ai bëri atë kapërcimin nga media në diplomaci, duke qenë profesues i Shqipërisë në disa shtete, si në ish Bashkimin Sovjetik, në Rusi, në Poloni dhe gjet. Kam kënaqësinë të kem Sokol Gjokën. Faleminderit shumë zoti Gjoka që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën nga ana juaj, natyrisht faleminderit edhe për fjalët e hyrjes. Është e vërtet ajo që thatë ju që ne përveç se një linje ta themi të njëjtës gjatësi vale në fushën e gazetarisë, kemi edhe një lidhje edhe shoqërore, por me sa di unë edhe ca orgjina të përbashkëta ndaj nga Skarpari, kështu që ka ca element që mua ma shtuan kënaqësinë në këtë bashkëbisedim me ju. Falenderoj, jam shumë i njohës. Zoti Gjoka, ç'po ndodh në lindjen e mesme? Do të thënë që ne Shqipëria ta kishim kaq vëmendjen në një vend si lindja e mesme ishte gati habitshme. Por në radh parë fokusohemi te atë që po ndodh atje. Jemi në një situatë që unë e thashë në hyrje që gati një mini luftë botërore. Do thënë, është e vërtetë kjo apo këta analistët do thënë e teprojnë? Sot është dita e 4 e zhvillimit të veprimeve ushtarake, madje edhe luftarake mund të thuash, në lindjen e mesme, sepse kemi veprime dhe ndërveprime ushtarake, ku janë të përfshirë përveç se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit që sulmuan Iranin, janë të përfshirë edhe 13 vende të tjera në këto veprime luftarake, pra kemi një luftë të hapur rajonale. Por përsëri unë do ta quaja një luftë të kontrolluar. Është e kontrolluar si nga ata që sulmuan Iranin, ashtu dhe nga reagimet e Iranit. Por se si do të shkoj filli i kësaj lufte, natyrisht mbetet për tu parë. Megjithatë kam përshtypjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Izraeli nga ana tjetër kanë disa synime në drejtim të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të fillonin bisedimet e fundit me Iranin kishin 4 kushte kryesore. E para, që Irani duhet heqë dorë nga prodhimi i armëve bërthamore, pra të mos bëhet fuqi bërthamore, një shtet që ka armë bërthamore. Së dyti duhet të kufizojë në maksimum, të kufizojë në maksimum raketat balistike, kryesisht me rrezet djathet mes me veprimi. Së treti duhet heqë dorë nga çdo lloj investimi që bën në të gjitha ato proksit që veprojnë në rajon, që krijojnë situata destabilizuese, që konsiderohen si 3 hët, që janë Hamasi, Hezbollahu dhe Huthut në Yemen. Natyrisht ka dhe grupe tjera, po janë zgjatime të tyre edhe në Siri gjithashtu. Dhe katërta, që natyrisht duhet përmbahet, madje edhe t'jap llogari për shtypjen me dhunë që u bëri protestave të 2 muajve të fundit, protestave të përgjakshme në Iran. Pra të demokratizoj Iranin? Po. Tashti, me sa shifet, këto 4 kushte që natyrisht Irani nuk i pranoi fillimisht, dhe prandaj filluan të zhvilloheshin dhe bisedimet, ku Irani kërkonte të përqendrohej vetëm tek armatimi bërthamor, duke thënë se pasurimi i uraniumit nuk bëhet për armë bërthamore, por bëhet për qëllime shkencore, për qëllime ekonomike, për qëllime sociale të zhvillimit, kështu që pretendonte që nuk ka
plane për krijimin e armëve bërthamore, që normalisht praktika e ka vërtetuar që kjo ka qenë ose mbetet një teori mashtruese nga ana e Iranit, sepse ata po esin me shpejtësi në prodhimin e armës bërthamore, dhe prodhimi i armës bërthamore në radhë parë përgatitet për të goditur të gjithë kundërshtarët e Iranit në rrafshin politik, edhe veçanërisht të regjimit të ajatollave, se nuk duhet të konfondojmë Iranin si popull, Iranin si vend, me regjimin aktual që është në Iran, që është rreth gjysmë shekulli, që ushtron qeverisjen e vet, dhe natyrisht armiqt kryesorë të Iranit ishin dy. Ishte Izraeli që ishte aty afër, ishin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse me tjerët Irani lëvizte. Duhet pasur parasysh se Irani është një vend me një kulturë të lashtë, me një ta themi psikozhvillim të njerëzve të përparuar, natyrisht ka resurse të mëdha brenda vendit, kryesisht resurse energjetike, por nga ana tjetër ka qenë një nga vendet më të zhvilluar, pra Persia, në periudhën e antikitetit edhe të periudhës së mëvonshme, ka qenë një nga vendet më të zhvilluar të gjithë atij rajoni. Natyrisht që ndikon edhe fakti që është një vend i madh. Gati 100 milion banor. Po, afërsisht 100 milion banor, kështu që nuk ishte një kafshat e lehtë për të kapërdir. Ndaj dhe në këtë aspekt Irani kërkonte të vendoste dominimin e vet në rajonin e Lindjes Mesme. Por Izraeli, duke pasur mbështetjen e botës perëndimore në përgjithësi, por Shtetet e Bashkuara në veçantë, si partner strategjik, natyrisht ishte një oponent i fortë i Iranit, madje si thuash edhe ai vend nëpërmjet shërbimeve sekrete veçanërisht, por edhe nëpërmjet komunikimeve të llojeve të ndryshme që alertonte botën perëndimore për ecurinë e programeve bërthamore të Iranit për krijimin e një armë bërthamore. Ndaj dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me Izraelin përsëri në qershor të vitit kaluar, ndërmorën edhe sulmin goditës madhor kundër impjantit që prodhonte armë bërthamore në Iran. Por, ka një por këtu, përshtypja është që ata nuk kanë, natyrisht impjantin e kanë goditur, por ama nuk e kanë shkatruar, si thush, bazën logjistike të prodhimit të armës bërthamore nga ana e Iranit, sepse thuhet që Irani e kishte zhvendosur lëndën e parë, të gjithë ato proceset dhe enët ku mbahet uraniumi e gjitha më radhë, kishte zhvendosur në një bazë tjetër, kështu që impjanti është goditur dhe është shkatruar, por ama nuk është shkatruar baza që krijon armën bërthamore. Ndaj dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani ka armë bërthamore? Irani nuk ka aktualisht armë bërthamore, por është shumë afër prodhimit të armës bërthamore. Shumë afër, çfarë do të thotë për ata që na ndjekin? Shumë afër, t'ja u bëjmë të qartë. Shumë afër që të prodhohet një armë bërthamore duhet që uraniumi të pasurohet mbi 80% e lartë. Po? Irani është në kuotat e një 60% që e ka të pasuruar, çka do të thotë që për një periudhë shkurtër, nëse lihet Irani të eci në këtë rrugë, atëherë ai prodhon armën bërthamore. Dhe aq që sa të prodhoi pjesën e parë, pastaj në mënyrë zinxhir, sepse krijohet procesi teknologjik edhe vazhdon procesi i krijimit të armës bërthamore. Kështu që Irani, duke qenë një vend destabilizues për rajonin gjatë regjimit të ajatollave, ashtu, natyrisht me fakte të vërtetuara, veçanërisht për destabilizim në Liban, në Siri, në Yemen, në Arabi Saudite gjithashtu, Izraelin po se po, në Irak po se po, pra në të gjithë këtë rajon, kështu që fuqizimi me një armë bërthamore të Iranit e bën atë shumë të rrezikshme. Aq më tepër që Irani bashkëpunon edhe me vende të cilat janë kundërshtar qoftë të fshehur ose të hapur të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, një nga këto vende mund të jetë edhe Federata Ruse, që natyrisht ka programin e saj dhe ajo, po Irani që e ka furnizuar gjatë luftës në Ukrainë me municione, me dronet që dihen, dhe me armatime të tjera e kështu me radhë, kështu që Irani ishte bëj gjithmonë më i rrezikshëm nëse do të kishte. Këto ishin katër kushtet. Kjo është e para që përmendon. E dyta, raketat balistike. Raketat balistike që
prodhon Irani dhe kontingjentet që ka, natyrisht i ka dhe të përparuara, por jo në ta themi me teknologjitë më moderne, siç që kanë vendet e tjera me ushtri zhvilluar, siç që ka dhe Izraeli për shembull. Ato natyrisht kanë qenë të synuara në drejtim të Izraelit. Dhe çdo vendi tjetër që i binte ndesh politikave të veta, përfshirë këtu edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që dhe synimi tjetër për të reduktuar në maksimum raketat balistike të Iranit ka qenë që ato të mos bëheshin rrezik për sigurinë dhe paqen të Izraelit, të rajonit, por dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. E treta ka qenë që Irani të heqë dorë nga kontributi, ndihma e këtyre proksive të veta në vende të ndryshme rreth e përqar. Sepse këto gjithmonë shkaktonin problematika. Edhe kanë krijuar, dihet që Hezbollahu është pjesë e qeverisë Libanit. Ashtu, ndërkohë që Hezbollahu pjesërisht është konsideruar ja, na ndihmoj regjia dhe me një hartë që ta kemi me që jeni duke. Ju lutem regjia hartën, kemi 2 harta të lindjes mesme të gjithë shteteve aty dhe të atyre pikave ku është. Ja, kjo është lindja mesme. Dhe këtu mund të tregoni më konkretisht zoti Gjoka. Po. Pra, Libia është qeveria libiane është e përbërë nga një faktor kryesor që është krahu ushtarak dhe që natyrisht ka në përbërjet vetë e Hezbollahut. Pra Hezbollahu ka krahun ushtarak, ka dhe krahun politik. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli e kanë konsideruar Hezbollahun si një organizatë terroriste. Ndërkohë që Evropa, duke qenë se kemi të bëjmë me një stabilitetin e një vendi siç është Libani, konsideron krahun ushtarak si organizatë terroriste, por jo krahun politik. Jo krahun politik. Po. Ndërkohë që Izraeli ka goditur dje dhe pardje Libanin, edhe sot i ka vënë alert madh libanezët, sepse do të godisi baza të vazhdueshme ekzistenciale të Hezbollahut në Liban, duke krijuar problematika natyrisht në mbarvajtjen e jetës përditshme në Liban, por natyrisht edhe për qeverisjen e vendit. Kështu që qeveria e Libanit aktualisht kërkoi që Hezbollah menjëherë të ndërpres veprimet ushtarake kundër Izraelit, të tërhiqet, të mbylli bazat e kështu me radhë, sepse normalisht shikon një kolaps nga ana e tij. Dhe e katërta që ishte problemi i revoltave brenda Iranit, protestave të mëdha që ishin në një lloj kryengritje të cilat aty mendohet që të kenë vdekur, të deklaruar 32.000 veta të vrarë, por ndërkohë që pretendohet që numri duhet të jetë 2 fish, sepse ka ende të pagjetur, ka ende të humbur nga familjet iraniane që kanë qenë protesta. Një vend kaq të madh si, do të 32.000 janë zyrtarisht vrarë dhe 32.000 mendohet që nuk janë të gjetur. Si mund të fshihet një numër kaq i madh? Aty fshihet sepse sistemi është i tillë që natyrisht edhe vrasjet që bëheshin si vrasje që dukeshin rreth parë si vrasje midis njerëzve, midis vetë protestuesve, por kanë qenë të infiltruarit aty brenda dhe është nga regjimi dhe është një regjim satrap, është një regjim diktatorial që nuk shef gjë islamik. Po, islamik, po janë të mpleksura çështjet politike, ideologjike, fetare. Zoti Gjoka, ka shumë pyetje tani. Ajo më kryesorja është që unë këto ditë kanë ndjekur me shumë mendje dhe jo thjesht koleg, por edhe diplomat madje, edhe ish ministra dhe thonë, a ishte e likshme ajo që bëri Amerika dhe Izraeli, në bashkëpunim me Izraeli, duke goditur Iranin, sepse sipas nuk po e përmend emrin, ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Po, është e vërtet. Është e vërtet, edhe këtu duhet sqaruar mirë kjo çështje. Kjo është thelbësor. Po. Domethënë këtu është fillesa ta themi. Megjithatë, argumentat janë aty pse u ndërmor një sulm i tillë. Edhe regjimi ajatollave me veprimet e brendshme që bënte brenda vendit dhe me veprimet e jashtme, me politikat e jashtme, natyrisht e kishte u bë rrezik për paqen. Po, është bërë rrezik me kohë. Por tashmë u gjet mënyra për ta goditur. Po pra, çfarë ndodhi? Ndodhi ndonjë diçka që Amerika tha prit stop. Tashti e para një herë që ta marrim nga fillimi. Në bazë të Kartës Kombeve të Bashkuara,
nuk lejohet që një vend të godas një vend tjetër. Edhe këtu ka disa nene, por veçanërisht neni 24 i Kartës Kombeve të Bashkuara ndalohet ndërhyrjen e punës e brendshme dhe agresioni drejt për drejt kundër një vendi tjetër pa asnjë lloj arsye. E para. E dyta, shikohet që sistemi multilateral, pra i organizatave shumë palqe, siç është dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe veçanërisht Këshilli i Sigurimit i Organizatës Kombeve të Bashkuara, janë në një gjendje, mos them të mjerueshme, kaotike. Jo kaotike, por në një gjendje të rëndë që s'marrin vendime. Pa fuqi. Po, pa fuqi vendimarrëse. Edhe kjo ndodh për shkak të politikave që ndjekin këto shtetet e mëdha, fuqitë e mëdha brenda Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, sepse duhet ditur që Këshilli i Sigurimit është institucioni i vetëm ndërkombëtar, i cili vendimarrja e të cilit është e zbatueshme për të gjithë vendet anëtare të OKB-s. Ndërkohë që OKB-ja në vetvete, Asambleja Parlamentare e OKB-s, që përmbledh të gjitha vendet anëtare, ajo ka një klauzol ose ka një lloj përqasje që është e karakterit narrativ, është e karakterit politik, pra me qëndrime politike, kurse veprimet detyruese i merr Këshilli i Sigurimit. Kështu që statusi ose elementi i vetos në Këshillin e Sigurimit, të cilët ne kanë 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Franca dhe Britania. Kjo veto bën që mos ketë vendimarrje në Këshillin e Sigurimit. Dhe duke ditur që këto vende, ka një vendim të tillë. Këto vende, veçanërisht Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qëndrime nganjëherë diametralisht të kundërta me njëra tjetrën, atëherë ato nuk çojnë në vendimarrje sepse vendosin veton edhe blokojnë procesin. Zgjidhja kush është? Atëherë zgjidhja normalisht duhet kaloj nëpërmjet forumeve ndërkombëtare, duhet që Këshilli i Sigurimit të bëhet eficient. Po që të bëhet eficient, duhet kaluar në një proces reformimi. Edhe procesi reformimit ka rreth 30 vite që ka filluar. Dhe pikërisht këto vendet e mëdha, vendet e fuqishme, vendet me potencial të madh ndërkombëtar nuk e lejojnë këtë gjë sepse u pëlqen ajo e drejta e vetos, sepse vendosin mbi fatet e zhvillimeve ndërkombëtare, mbi fatet e kombeve e kështu me radhë. Kështu që kjo e ka bllokuar procesin. Ndaj dhe administrata Trump e ka abandonuar organizmat ndërkombëtare, e ka abandonuar diplomacinë shumë palqe. Nuk merret më, as në OKB, nuk fosin as subvencione më, as OKB nuk funksionon. Po, nuk funksionon, sepse është e bllokuar. Ndërkohë atëra ai thotë s'ka ç'm duhet multilateralizmi, s'ka ç'm duhet diplomacia shumë palqe, kështu që do veproj me politika të veçanta që janë unilaterale ose me grupime. Dhe grupimi në këtë rast ishte Izraeli? Dhe grupimi në këtë rast është Izraeli. A është e ligjshme kjo? Normalisht në bazë të parimeve ndërkombëtare nuk është e ligjshme. Nuk është e ligjshme. Po ç'na duhet? Ashtu. Por me këtë logjikë bie dhe Kosova, po, pikërisht dhe Kosova kështu filloi, por ama është goditur një e keqe. Një e keqe e brendshme e Iranit. Dhe kjo është më e rëndësishme se sa patjetër, një e keqe e brendshme e Iranit për popullin e Iranit dhe nga ana tjetër, ja, dhe kjo është edhe pikat ku është bërë goditja. Ku është bërë goditje. Dhe nga ana tjetër është kufizohet ose do fillojë të kufizohet në maksimum destabilizimi që Irani i bën rajonit në radhpar të lindjes mesme, por edhe të gjithë vendeve të ndryshme në botë. Se destabilizimi nuk është thjesht çështje armatimi, çështje ushtrie. Po çfarë? Çështje proxy. Natyrisht këto janë brenda politikat, por janë politika 1, është ekonomi 2, është energjetik 3, është ndikim fetar 4. Pra janë shumë elementë tjerë të cilat çojnë në procese destabilizuese. Edhe në këtë rast Irani e ka bërë këtë politikë, ata janë të deklaruar hapur dhe publikisht regjimi ajatollave, që është për eliminimin e Izraelit, për shkatrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra me deklarata publike ata e kanë bërë këtë gjë. Do të thënë, zoti Gjoka, ne kemi përdor një frazë të asaj që quhesh në luftën e parë botërore dhe në luftën e dytë. Boshi të keqes është Rusi, Kinë, Iran? Nuk mund ta quaj ashtu, sepse ka përshkallëzime këtu. Ka përshkallëzime. Irani është për rajonin e lindjes mesme 1,
por që natyrisht furnizon të gjitha ato veprime politike, ushtarake, ekonomike që janë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kundër Izraelit. Kështu që në një farë mënyre Irani bëhet, si thua, palë me gjitha ato që janë kundër Amerikës në radhë parë edhe Izraelit në radhë dytë. Por kjo pastaj cënon sigurinë ndërkombëtare, se mund të jenë vende të ndryshme që kanë pozicione të ndryshme gjeografike dhe kanë rajone të veçanta dhe kjo Tani, një pyetje të drejtë për drejtë. Zoti Gjoka, çfarë synon Amerika me këtë? Se ka një qëllim që do të arrijë këtu. Po patjetër. Mendimi im është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht të mbështetur nga Izraeli, kjo duhet të thonë, sepse është binom shumë i fortë për shkak të marrëdhënieve të tyre të karakterit strategjik dhe të partneritetit strategjik, por nga ana tjetër edhe për shkak të, si thosh, qetësimit të situatës në lindjen e mesme, se lindja e mesme ka, ta themi, dekada që është gjithmonë një fuqi baroti, është të ndikur për rajonin ton, por aty është fuqia e barotit dhe që ndikon në zhvillimet ndërkombëtare. Pse? Sepse është burim energjetike. Dhe natyrisht pleksura feja, nafta, gjitha, por edhe rrugët. Janë edhe rrugët e kalimit, që ja, edhe detare dhe toksore. Ngushtica e Hormuzit tashmë është mbyllur, po patjetër, edhe natyrisht është kontrolluar shpesh edhe nga Huthët, edhe nga Irani kryesisht, por edhe këto proxy të veta, gjithashtu edhe deti kuq po ashtu, to kanë bërë që duke shtrirë, si thua, është duke shtuar midjet lëvizjes së anijeve për qëllime ekonomiko-tregtare, natyrisht rrisin kostot. Po, edhe një herë, lutem, regjia, foton e artës parë, aty se është më i qartë. Po. Këtu është më i qartë. Po. Kështu që do të Amerika synon vetëm të qetësoj rajonin. Amerika në radhë parë synon të qetësoj rajonin, një. Së dyti që Izraeli të ketë ose izraelitët të kenë një jetë të qetë në vendin ku ndodhen aktualisht. Natyrisht, Izraeli duhet mbetet në kufit e 67-ës, në mënyrë që të mos 1967-ës, sepse është bërë një marrëveshje atëherë për ekzistencën e Izraelit me Palestinën dhe me vendet e tjera arabe, ashtu dhe të mos zgjerohet më, sepse ngjall gjithmonë problematika, ngjall reagime nga vendet e tjera arabe. Së dyti, duhet që në Iran të zhvillohen proceset demokratike. Në mënyrë që regjimi ajatollave u ka kaluar koha tashmë, sepse nuk mbahet ai vend që të mbahet me dhunë, të mbahet me presion, me luftë. Që atje me disa raketa befas të ndryshohet nga një regjim islamik në një regjim demokratik? Kjo edhe ka ndodhur. Ka ndodhur në Iran, ka ndodhur me regjimin e Shahut. Jo, e kam fjalën që nëse s'ka brenda një lëvizje. Patjetër. Por lëvizja filloi nga brenda. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështetën lëvizjen. Madje atë, domethënë para 2 muajsh, kur ishte në dhjetor, presidenti Trump u tha protestuesve që vazhdoni se do ju mbështesim. Por u pa një zbeje. Po, dhe ai tha që shiko. Edhe ata, domethënë, u përplasën, u vranë. Nëse ju nuk veproni brenda, mund të bëj nga jashtë. Patjetër, për ndryshimet e brendshme. Për ndryshimet e brendshme. Demokratike të brendshme. Kështu që ata e ulën ritmin. Por sfunde ata filluan po prapë, se si duket, domethënë kanë nxitje edhe nga faktorë të ndryshëm për lëvizje të brendshme. Por duhet pas diçka parasysh, se Irani nuk është Venezuela, që e kapi Maduron për një 3-4 orë, e mori nga ishte. Që do thotë shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, ka ashtu siç janë këto mbrojtëset qiellore kundër armëve të ndryshme balistike, dronëve që i godasin në ajër dhe i shkatrojnë, edhe shtresat iraniane të regjimit ajatollave është pikërisht me këto lloj nivelesh dhe me këto lloj shtresash, ku presidenti si hierarki vjen i 5 ose i 6 në hierarkinë e drejtimit të vendit. Mbas udhëheqësi suprem. Mbas udhëheqësi suprem është ajatollahu. Ajatollahu është njëshi aty. Dhe ky ajatollah Khamenei, ky e përqendroi shumë pushtetin. Ky që u vra. Ky e përqendroi shumë pushtetin në duart e veta. Pushtet politik kaloi më shumë. Pushtet politik, ushtarak, ekonomik, tregtar, social, fetar, gjitha ky kishte gjithë çepsat. Tani, zoti Gjoka, për gjithë ata që na ndjekin, pak shqiptarë dinë që ky që u vra
Ajatollah Ali Khamenei ishte ai që kërcënoi drejt për drejt Shqipërinë dhe tha, një vend i vogël dhe djallëzor, me 28 shkurt ai u ekzekutua. Dhe këtë deklaratë e bëri në 8 janar të vitit 2020, kur patëm atë përplasjen me sulmin kibernetik e kondicionuar ajo nga opozita e Iranit, ata mujahedinët. Po, ka pas një indicio dhe për e tyre patjetër, ka pas. Që janë një kamp në Manz. Tani, ju jeni një njeriu nga më kompetentët, ata quhen MEK, shkurtimisht inicialet. Ju jeni një nga opozita mujahedine e Iranit. Tani, sa rrezikohet Shqipëria dhe a është e vërtet kjo se gjithë jetë ora mos na hedhi në një raket neve se aq jemi ne. Do të thënë, potecësh në rrugë, i kanë lënë njerëzit sa biseda për Ramën dhe Berishën dhe thonë. Edhe në rrjetet sociale i ketë pranishme. Rrjetet sociale aty ka filluar lufta. Aty ka filluar lufta. Po sa reale është kjo, zoti Gjoka? Për mendimin tim, në gjendjen që është aktualisht Irani, natyrisht që është në gjendje lufte, mendoj që nuk e ka shumë terezin, si i thot populli, për të marrë edhe me neve. Sepse ne nuk jemi vend i afërt me Iranin një, jemi një 2000-2500 kilometra në vijë ajrore nga Irani. Së dyti, natyrisht, Ajatollah Ali Khamenei na cilsoi me ato fjalë që ju përmendët, për vetë faktin sepse ne jo vetëm që reaguam kundër sulmit kibernetik të bërë në atë periudhë, por nga ana tjetër ne prendëm marrëdhënie diplomatike për zumë zyrtare të lartë. Dhe dëbuam me ambasadorë dhe me gjithë diplomatët që ishin aty, sepse ata ishin, si thush, bërthame e organizimit të veprimeve të sulmit kibernetik kundër institucioneve tona dhe që shkaktuan një dëm që nuk ishte i vogël, por fal reagimit shpejt edhe mbështetjes së partnerëve arritëm të jo vetëm ta rigjenerojmë sistemin, por edhe ta forcojmë. Por nga ana tjetër dihet që ne kemi edhe mekët këtu, që dhe ata janë në një farë mënyre një... Sa është numri tyve tani? Ka kaluar 3.000. Rreth 3.000 janë. 3.000. Po, që kanë filluar të vinë që në vitin 2010, por me... Ka që 2010 në këtu, por 16 vjet ato. Por ndërkohë grupi më i madh ka ardhur 13-16. Po se në fillim ishin më pak, ata dhe me qeverinë e zotit Rama mori një që u bën 3.000. Po. Ishin 1.000 në fillim. Edhe më pak, me qindra kanë qenë. Me qindra, dhe pastaj ushtuan. Pastaj ushtuan, se natyrisht na i kërkuan partnerët tanë strategjik për t'i mbrojtur, ata ishin në Irak, u larguan edhe u morën mbrojtje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pastaj erdhi stabilizimi. Ka ardhur dhe funksionarë tjerë. Edhe natyrisht na falenderuan, na përgëzuan për gatishmërinë që sepse nuk i merrte doku. Jemi të ekspozuar? Po, në një farë mënyre koha ka provuar që edhe u ekspozuam me këta mekët, po. Sepse ata, si thuash, përdorin dhe ata burimet e tyre të informatikës, të internetit, të sulmeve kibernetike ndaj institucioneve iraniane, që nga Shqipëria. Do të thënë ata kanë sulmuar institucionet iraniane nga Shqipëria, nga Manza. Jo sulm, por ngacmime do thoshja unë, se nuk e kanë atë kapacitet për të bërë sulme. Ndërkohë që edhe në institucionet tona po thoj se nuk e dinin këtë veprimtarin të brendshme të tyre. Po pra. Kështu që në një farë mënyrë. Që aty nga Manza atë? Po, nga Manza. Kështu që atëherë shkuan shërbimet tona të specializuara dhe gjetën sistemet e problematikat që krijonin ata dhe natyrisht që atëherë u morën masat forta që ata mos bëheshin në një farë mënyre protagonist edhe të përplasjes që ndodhi në atë periudhë në vitet 2019-2020. 2020. Po. Por që morëm atë kërcënimin. Po, pikërisht, që morëm atë kërcënimin nga Ajatollahu. Direkt Ajatollahu. Dhe Ajatollahu, nëse do ta kishte në mend Shqipërinë atëherë, që ishte me pozicione forta, do ta kishte lëshuar në gjë për të dhënë një lloj mësimi edhe për të dhënë një lloj mesazhi. Ju jeni i ftohtë dhe përdorni logjikën. Po ai vend, atje regjimi islamik e përdor logjikën
Ja, Eftot? veçanërisht në regjime të tilla totalitare, diktatoriale, nuk ka shumë logjik, edhe aq më tepër kur je në situata lufte. Me bazën që kemi ne bon stil në Kosovë, okay, po në Kuçov, në Kuçov është bazë e NATO-s, aty po të goditet se prap ajo është bazë e NATO-s, atëherë alertohet e gjithë NATO. Por megjithatë ne s'kemi shumë mjete aty për tu bërë atraktive për tu goditur. Ne edhe Iraket duam ne zoti Gjok. Por jo, ka dhe diçka që sepse në kuadrin e një lufte ka dhe dëme kolaterale, domethënë edhe një devijim rakete mund të shkaktojë një gjë, por gjithmonë bën pastaj për llogaritjet që hyhet në procesin e një lufte, apo duhet menduar edhe një herë, ka pas qëllime të drejtë për drejta, apo janë qëllime që domethënë shkaktohen ose veprime që shkaktohen edhe në mënyrë aksidentale, se edhe kjo duhet pranuar, edhe pastaj merret një mendim se si duhet vepruar. Por që NATO është e alarmuar aktualisht, është në gjendje alerti për të mbrojtur të gjithë vendet anëtare në radh parë, bazat e veta ushtarake në radh dytë, për të mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse është vend anëtar i NATO-s në rast të tretë, por nga ana tjetër edhe për të forcuar fuqinë mbrojtëse pastaj të vendeve anëtare në çdo lloj rastesh, sulmesh, edhe incidentesh po të ndodhin, në mënyrë që siguria të jetë sa më ta themi sa më pak e cënueshme. Por duhet pasur parasysh dhe diçka që vendet evropiane, se tash ka një dallim edhe në kuadër të NATO-s, ne e kemi parë aktualisht me Evropa s'është e përfshirë. Evropa s'është e përfshirë. Po Britania me këtë dhe nuk do të përfshihet. Edhe Britania nuk ka pranuar. Kryeministri Steinmeier nuk ka pranuar që të përdoren disa baza britanike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nuk do të përfshihet. Po jo, edhe ky sulmi në Kipro. Edhe ky sulmi në Kipro ishte një sulm, si thush, kozmetik, nuk shkaktoi dëme. Por, domethënë, u hodh një raketë aty për fat, por megjithatë ka dhe kalibrime të tilla, por megjithatë duhet marrë në konsiderat. Pavarësisht në çrethana dhe sa do të shkaktojë. Britania është e përfshirë tani? Britania është e përfshirë, por nuk do të futet. Ajo ju e dini që Britania, Gjermania, Franca ka bërë një deklaratë. Po. Domethënë krerët e shteteve që nuk duan të përfshihen në luftën e Iranit, natyrisht do forcojnë kontingjentet mbrojtëse për të mos patur përshkallëzime në vendet e tyre, edhe në bazat e tyre ushtarake patjetër. Kështu që por nuk duan të përfshihen. Kështu që ata e konsiderojnë luftë të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit. Por natyrisht e kanë mbështetur në një farë mënyre kanë mbështetur sulmet kundër regjimit të ajatollave, duke e konsideruar regjimin e ajatollave si regjimit të keqes, dhe nga ana tjetër domethënë kanë reaguar fuqishëm në mënyrë narrative me deklarata për sa i përket sulmeve iraniane ku i kanë dënuar në vendet e ndryshme të arabe edhe kundër Izraelit. Pra, qëndrimi i Evropës ka një ravizim të tillë. Megjithatë, Bashkimi Evropian, nëpërmjet presidencës së Komisionit Evropian, von der Leyen, ka deklaruar që ne jemi të angazhuar për të ndërprerë sa më shumë përshkallëzimin e luftimeve në lindjen e mesme dhe në Iran, dhe për të gjetur gjuhën e bisedimeve për të ndërprerë luftimet edhe pastaj për të përcaktuar dhe klauzolat se deri ku e kështu. Kjo edhe një element tjetër është me rëndësi që se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash do të veprojnë për ndryshimin e regjimit nëse do t'i përmbahen pikës së 4 të kushteve të tyre ashtu në Iran. Kështu që këtu është e vështirë, sepse tham ka shumë shtresëzime, por megjithatë ka dhe një fakt që sot e ndigjova nga një general i lartë i NATO-s, që i jepte deklaratë BBC-s, që në kuadër të Gardës Islamike të Iranit, që është trupa më elitare ushtarake e Iranit, 80% më përpara kanë qenë, si thush, besimtar të fortë të regjimit të ajatollave dhe të Ali Khameneit.
Ndërkohë 20% kanë qenë të lëkundur sipas perceptimit që kishte bërë NATO. Ndërsa tash ky raport ka ndryshuar. Si është? Domethënë 20% ka mbetur stoik ndaj regjimit të ajatollave dhe 80% po lëvizin, po ndryshojnë. Sa është numri i gardës? Garda është 150.000. 150.000. Ushtar, domethënë ushtri brenda ushtrisë. Ushtri brenda ushtrisë, sepse ka dhe ushtri të tjera. Po, vjen ushtria e tjera ushtarake, është policia fetare, është 2 milion. Po, policia fetare. 2 milion është policia fetare në Arabi. Është një forcë tjetër, po, është një forcë fetare 2 milion. 2 milion. Polic, po, që kanë dhënë armatime. Kështu që është një popull i militarizuar në një farë mënyrë. Por këtu varet shumë nga reagimet se si. Edhe kam përshtypjen që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe këtë ka deklaruar dhe presidenti Trump së fundi, që ne kemi komunikim. Dhe iranianët po kërkojnë gjithmonë më shumë që të arrijmë një gjuhë zgjidhje të problematikës, të ndalimit të luftës me mjete politike, me mjete diplomatike. Dhe unë këtë do ta shikoj si opsion, ka thënë, por megjithatë duhet vim ke kushtet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që nëse Irani në një farë mënyre dorëzohet ushtarakisht edhe përdor armën diplomatike, mund të kalohet në një status quo, pra ku regjimi të mos ndryshohet, Irani të heqë dorë nga të reduktojnë në radh parë, të heqë dorë nga armatimi bërthamor në radh parë. Së dyti armët balistike, raketat balistike të reduktoj. Dhe së treti të ndërpres financimin e këtyre proksive të veta, që në fakt edhe ata kanë marrë një goditje të fortë. Ata kanë mbështetur gjithë organizatat terroriste. Po. Kanë marrë dhe një goditje të fortë gjatë luftës Izrael-Palestinë ose ripi i Gazës, ata kanë marrë një goditje të fortë nga ana e Izraelit. Nëse Irani bie dakord këtu në radh parë, nga ana tjetër që naftën të mos e çojë drejt Azis, po ta kthej këtej nga perëndimi, edhe gazin natyror, në mënyrë që mos furnizohet Kina, natyrisht për t'i dhënë një mësim Iranit edhe një goditje që mos furnizojë me armatime edhe Federatën Ruse, që përdor dronët iranian në luftën në Ukrainë. Nëse bëhen këto? Nëse bëhen këto, atëherë e lën regjimin aktual aty me disa ndryshime kozmetike, edhe vazhdon procesi, dhe këtu kemi parasysh Venezuelën. U mor Maduro, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin përgatitur dhe një opozitare që fitoi dhe çmimin Nobel nga Venezuela, dhe ajo pritej që të merrte pushtetin mbas Maduros, por jo, e ndroi qëndrimin Trumpi, tha do bashkëpunojmë, tha, me atë që ishte zëvendës presidente, që ishte nga njëjta parti politike me Maduro, vetëm nëse do të realizojë objektivat tona, interesat tona, që naftën ta menaxhonin ata, Kina të largohej, Federata Ruse të largohej nga Venezuela, edhe shitjet ta bënin amerikanët, ndërkohë që do t'i jepnin diçka dhe Venezuela. Okej, vinte Shqipëria, edhe një herë të lutem regjia foton e kampit të Mek në Manz për ta komentuar. Zoti Gjoka, pikë pari, si ka funksionuar Shqipëria këto ditë? Zoti Rama ka bërë disa deklarata, sigurisht mbështetës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kundër Iranit. Madje ka bërë edhe mbledhje me gjithë ambasadorët e Shqipërisë në vendet e rajonit. Në mos gaboj, duhet të ishim 15 bashkë me ministrin Ferit Hoxha, që komunikuan online, besoj e keni ndjekur aty. Si e shikoni ju, si diplomat me një karrierë të pasur, këtë qëndrimi dhe si po funksionon Shqipëria në këtë situatë? Tash pak më parë tham që diplomacia ose politika shumë palqe, organizata ndërkombëtare, Karta e Kombeve të Bashkuara është anashkaluar në veprimet që janë marrë kundër Iranit nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Izraelit. Pse? Sepse këto organizma janë të bllokuara aktualisht. Kështu që në këtë aspekt veprohet me aleat, me aleanca. Për vendet e vogla si Shqipëria, natyrisht politika shumë palqe, pra organizatat ndërkombëtare janë të domosdoshme, sepse ti ke një zë të barabartë aty me të gjitha vendet anëtare që janë ulur në atë lloj tryeze të madhe, qoftë edhe në Kombet e Bashkuara. Kështu që ne na intereson politika shumë palqe. Por duke qenë se këto institucione janë tashmë në një status quo, nuk kanë vendimarrje, atëherë do veprohet nëpërmjet aleancave, grupimeve, si na intereson ne. Natyrisht ne kemi marrëdhënie kontraktuale, ta themi, me Bashkimin Evropian. Pra jemi në kuadër të hapjes bisedimeve
me Bashkimin Evropian për t'u antarësuar. Kështu që politika jone e jashtme duhet të jetë e linjëzuar me politikën e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian në këtë rast ka mbajtur një qëndrim më refrektar. Nuk është i aktivizuar. I distancuar. Dhe ju e të rinë e vështrojnë. Po, është distancuar sepse ata e din në një farë mënyre se deri ku duhet shkuar edhe deri sa duhet shkuar. Dhe interesat e tyre janë më pak. Nuk është se janë më pak, por ata nuk janë për zgjidhje të tilla radikale. Madje Bashkimi Evropian mbron multilateralizmin, pra politikën shumëpalqe. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës me administratën Trump janë larguar këtij qëndrimi të mëparshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ky mendohet të jetë edhe rendi i ri. Po pra, ky mendohet të jetë rendi i ri. Domethënë rendi i ri çfarë është? Rendi i ri është unilateral. Është politika e fortëve. Është unilateral. Po, unilateral në një farë mënyrë, po unilateral për ata që kanë fuqi, se dhe ne mund bëjmë veprime unilaterale, po kush na merr në konsiderat? Ne si bëjmë dot? Kështu që kemi përplasje midis BE-s dhe Amerikës. Kështu që atëherë Shqipëria sanduiç? Atëherë Shqipëria në këtë rast, duke mos pasur që Bashkimi Evropian ka pas politika të mirë përcaktuara edhe vijat kuqe në këtë drejtim, natyrisht me qëndrime politike janë shprehur se si duhet vepruar, atëherë se ne kemi partner strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atëherë janë bashkangjitur politikave të administratës Trump. Edhe marrëdhënia me Izraelin janë marrëdhënie shtetërore shumë të mira, por megjithatë ne në raste të veçanta dhe kemi reaguar, por kemi reaguar me një zë të ulët, atëherë kur na ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian. Tani më ngacmuat me Izraelin. Tani Rama e teproi me atë vizitën në parlamentin izraelit dhe fjalimin? Për mendimin tim nuk kishte kohë e përshtatshme, sepse ne me Izraelin kemi marrëdhënie të mira, kemi një bashkëpunim shumë të mirë, kemi një histori të popullit hebrej që ka qenë në trojet tona dhe kemi një trofe, ata e kanë të vlerësuar edhe faktikisht kemi kontribute në atë drejtim. Por megjithatë duhet të pas parasysh dhe vendet arabe, sepse ata kur shikojnë veprime të tilla nuk u vjen mirë. Edhe natyrisht edhe reagojnë në mënyrën e tyre. Nuk pati kështu deklarative, po publike, por natyrisht ata reagojnë. Mos harroni që ne jemi vend antar i Konferencës Islamike. Ne vazhdojmë se më kujtove këtë. Ne vazhdojmë kemi antar. Jemi, po se jemi vend antar, jemi një nga 57-ta. Po jemi si formal, jemi si formal, por ama ne e shfrytëzojmë atë platformë për interesat tona. Për shembull për Kosovën. Për Kosovën po, por për bashkëpunim ekonomiko-tregtar, politik me vendet e ndryshme antare. Se deri në 97-ën kemi qenë shumë lart në përfaqësim në Konferencën Islamike. Patjetër. Deri në 97-ën. Kemi marrë fonde nga vendet, nga bankat, nga institucionet e Konferencës Islamike. Po patjetër edhe ka pas goxha lëvizje. El Zaraui rritet këtu i fshehur. Kurse tash kemi një profil të ulët, me thënë të drejtë. Formal. Po, por edhe në këtë aspekt duhet marrë një vendim, sepse edhe ashtu si duhet marrë një vendim në mënyrë që sepse aty ka disa nivele. Ne jemi vend antar, se kemi kërkuar ne, Konferencës Islamike. Po jemi një vend antar që s'kemi derë asnjë lloj kontributi aty. Ca kontributet vogla, sepse është me kota, edhe kotizacioni është një nga parimet e antarësisë që duhet të jesh. Së dyti, në politikat tona, në qëndrimet tona, shpesh ne bijmë ndesh me qëndrimet e Konferencës Islamike. Atëra? Së treti, ne mbajmë marrëdhënie shumë mirë me Izraelin, që aty, domethënë aty, jo superqen, po krijohet edhe një lloj kështu, një reagimi i furishëm kur përmendet Izraeli. Po. Sepse ajo organizatë është krijuar për Palestinën, për të mbrojtur çështjen palestineze. Ajo konferenca? Po, Konferenca Islamike, po. Vetëm për atë qëllim? Vetëm për atë qëllim. Nuk është thjesht një aleancë? Jo, pastaj ato përdoren edhe garnitura tjera. Por qëllimi i saj është për të mbrojtur çështjen palestineze. Rama paska kaluar çik vizën atje. Aty, domethënë gjallë to reagime, dhe ata e thonë në një farë mënyrë. Ne ka thënë dhe Turqia, partneri tjetër strategjik në nivelet larta. Zoti ambasador, unë them që nga e gjithë kjo që po ndodh aty në lindjen e mesme, okej, kjo e Manzës, ne mund të jemi target, me shumë mundësi nuk jemi, ajo që na intereson e shqiptarëve është Kosova. Tani, ka ndodhur jo vetëm kjo në lindjen e mesme, por ka ndodhur shumë ngjarje edhe në raport me Shqipërinë dhe Kosovën, edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pjesëmarrja e zotit Rama në bordin e paqes me atë fjalimin që besoj dhe ju e vlerësoni, nuk e di këtë, po ju do ta thoni.
A i shërben Kosovës gjithë kjo që po bën shteti shqiptar, por edhe vetë shteti i Kosovës? Mendoj që po, i shërben, sepse përsa i përket bordit paqes njerë. Unë e vlerësoj fjalën e kryeministit Rama. E vlerësoni? Po, e vlerësoj. Edhe veçanërisht mesazhin që tha për Kosovën në përgjithësi, por edhe për udhëheqësit e UÇK-s, ish presidentin Thaçi aty, por edhe personalitetet e tjera, sepse normalisht Kosova faktorizohet ndërkombëtarisht. Kosova njihet nga rreth 120 vende. 123. 120-125 në këtë interval shkon. Se ka pasur disa të heqë dhe Po, pikërisht. Katër shtete ishin në vitin e kaluar. Po pra. Ashtu, kështu që i intereson faktorizimi i Kosovës, një. Së dyti, Kosova me vendin që ka në bordin e paqes, natyrisht jep një mesazh edhe për paqen, por kjo tashmë bie çik në kontradikt me luftën në Iran. Bordi i paqes me Iranin, jo, me BE-n jo dhe shumë, po me Iranin. BE-ja ka mbajt një qëndrim më të distancuar, ka pas statusin e vëzhguesit, po. Ashtu. Nga ana tjetër, synohet që të futen edhe forcat e FSK-s në ripin e Gazës, ku edhe ato do kenë rol paqërujtës aty. Edhe ky është një element tjetër. Mision si çdo ketë Shqipëria, do ketë edhe Kosova. Edhe ky është një element tjetër shumë i rëndësishëm. Që do thotë? Sepse FSK-ja është ushtria e ardhshme e Kosovës, por që nuk lejohet nga rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara. Këtë ushtri. Atëherë, po, kurse, si thush, integrimi i tyre dhe angazhimi i tyre në rripin e Gazës i jep një nivel të një ushtrie, të rregull, edhe ato i kanë kapacitetet për ta luajtur këtë rol, dhe nga ana tjetër e parapërgatit për proceset e antarësimit të Kosovës në NATO. Në NATO? Po, patjetër. Në OKB? OKB-ja është një çik më e vonët, po NATO ka më shumë gjasa. Më e vonët OKB-ja? Më e vonët sepse normalisht që të bëhesh vend antar i OKB-s duhet një herë është vendimi i Këshillit të Sigurimit një herë, merret vendimi i Këshillit të Sigurimit. Sa tjetë Rusia aty nuk bëhet. Më mirë detyrohet Serbia për të ardhur në termat që ta pranoj Kosovën si shtet efektiv ta njoh edhe të mos e pengojë antarësimin e OKB, se sa të bëhet Rusia. Rusia luan me statun e Kosovës. Kërkon, ta themi, shitblerje. Qoftë se unë njoh Kosovën, ti çfarë do njohësh, thot, nga ato që ka pushtuar. Qoftë në Gjeorgji, qoftë edhe në Ukrainë tani, edhe kërkon të shitblej në këtë aspekt. Kështu që Kosova ka përfitime të mëdha. Por mesazhi edhe më i rëndësishëm ishte për udhëheqësit e UÇK-s. Aty që e tha zoti Gjoka, si ka? Është një skandal i madh. Si ka mundësi arritëm? Një skandal i madh, edhe kjo të deguston vendimarrjet edhe të këtyre të ashtu që gjykata ndërkombëtare. Po si ka mundësi? Domethënë kjo e zhbën komplet, pavarësisht se ajo është gjykata e Kosovës, Ajo si institucion. A mundet që parlamenti sot në Kosovë të marrë një vendim ta zhbëjë dhe ajo? Po patjetër. Ajo pastaj bie automatikisht? Ajo bie patjetër, sepse është në jurisdiksionin. Po jepni një deklaratë shumë të fortë. Bile gjë më të rëndësishme në këtë bisedë është kjo. Domethënë, zoti Gjoka, ju po thoni që nëse parlamenti i Kosovës mblidhet sot, nesër, pas nesër, të hedh poshtë atë ligj. Ta zhbëjmë si institucion. Ta zhbëjmë si institucion. Ose ti kufizoj. A ka vlerë juridike? Ose ti kufizoj, po patjetër, ajo është në varësi. Jo, mund ta shpjegoni domethënë më detajisht se kjo është shumë e rëndësishme. Po patjetër. Gjykata speciale e Kosovës, pavarësisht se është me qendër në Hagë, është institucion në varësi të Kosovës, të shtetit Kosovës dhe të parlamentit Kosovës. Ajo është international. Le të jetë international, po u bë international, pra ndërkombëtare, sepse faktorët ndërkombëtar në atë kohë e vënë si kusht për të njohur pavarësinë e Kosovës. Do të bëni këtë lloj institucioni me idenë që duhet të shqyrtohen edhe rastet ose akuzat që qarkullonin poshtë e lartë, natyrisht fabrikuara nga pjesa e popullsisë slave, nga boshti Moskë-Beograd. Pra duhet të provoni që s'keni probleme me drejtësinë, s'keni kryer krime lufte gjatë luftës në Kosovë dhe duhet ta miratoni këtë. Pra, në një farë mënyrë ata e vun kusht për pavarësinë e Kosovës ndërkombëtare. Ishte kurthë.
Por nga ana tjetër justifikimi ishte ballafaqoni, dilni të pastër, edhe pastaj natyrisht mbyllet cikli i gjykatës gjykatës speciale të Kosovës. Atëre sot parlamenti por duke ardhur në performancën e sotme, që natyrisht u përball dhe ish kryeministri Haradinaj. Edhe ai doli pa fajshëm. Dhe kanë menduar që mund dilte një gjë. Po, kanë dalë edhe 2-3 tjerë, po 2 janë dënuar nga ish UÇK-ja, janë dënuar edhe me goxha dënime. Megjithatë, presidenti Thaçi dhe autoritetet e tjera, se kanë qenë numra 2 të tjerët, kanë qenë kryetar kuvendësh të Kosovës, ashtu dhe komandant Selimi, ata u shprehen të gatshëm të ballafaqohen me drejtsinë. Edhe normalisht e bën, domethënë, performancën e tyre, pavarësisht se iku 5 vite jetë në burgjet e Hagës, që është goxha. Dhe ata kërkojnë 45. Po le pastaj, domethënë, pretenca e prokurorisë, që është absurditet shumë i madh. Kështu që në këto kushte i vetmi institucion që mund ta kufizojë këtë gjë është kuvendi. Parlamenti i Kosovës. O të kufizojë, si thosh, veprimtarinë e kësaj gjykate. Që do thotë që mund ta marri, mund t'i japi vetëm disa çështje për të trajtuar, edhe mos e lër me duke përfshirë edhe pretencën, edhe kërkesat e prokurorisë për vendimarrje. Po për duke ndaluar, duke dhënë ose ta shfrytëzoj komplet, ose ta bëj komplet. Kjo bëhet, domethënë, ka vlerë ligjore. Patjetër. Atëherë mund ta bëj si ke informacion. Ka një lëvizje? Por jo, nuk ka në një lëvizje aktualisht në informacionet e mia, sepse faktori ndërkombëtar është ende i fuqishëm. Por nëse, për mendimin tim tash, nëse do ketë sinjale. Jo do ketë sinjale, por nëse faktori ndërkombëtar do sillet në këtë ulli, duke pasur dhe fakti konkret tash, që ata kanë tejkaluar dhe kompetencat e tyre më, se nuk ka edhe në gjykimin që është bërë nga ish gjykata e krimeve. Në Nurembergu, po edhe kjo e ish Jugosllavisë. Po. Domethënë dënimi më i lartë ka qenë 30 vite, edhe me presidentin e Ruandës që e kapi kjo e ish Jugosllavisë. Ta kërkojnë 45 për një person, domethënë s'ka dhe bazë nuk ka. Por këta shkojnë dhe me atë parimin që duhet kërkojmë shumë që të arrihet një rezultat më i ulët. Diplomatike. Edhe të nuhatja juaj diplomatike. Nuhatja ime diplomatike është që presioni ka ardhur duke u rritur, por ne edhe Kosova duhet të ushtrojmë presion maksimalisht aktualisht mbi vendet që kanë përfaqësuesit e tyre në këtë gjykatë, në mënyrë që të shkojë mesazhi juristëve, të shkojë mesazhi juristëve që gjykatësit të tregojnë të paanshëm, të tregojnë ajo balanca e duhur. Po bëhet kjo? Po bëhet, patjetër. Po bëhet, jo, nuk e di se sa bëhet, nuk e di, s'kam informacion, por duhet bërë. Pra presioni duhet jeti madh, ashtu siç bëri Rama në Washington, duhet bërë tash me vendet që kanë antarë gjykate aty. Dhe Kosova natyrisht duhet bëj pjesën e vet, patjetër, edhe mirë është të bëhen në unison, Kosovë-Shqipëri. Dhe nga ana tjetër, nëse pastaj ndodhemi përpara faktit kryer që gjykata merr vendim, atëherë parlamenti patjetër duhet hyjë në veprim edhe ta zhbëj. Tani, ju gëzuat që mbas 34 vite se kanë diskutuar me Zef Mazin këtu me ambasadorin, një diplomat bëhet ministri i jashtëm. Ishte, do të thënë, përpara zotit, përpara zonjës Spiro Pali, ne kishim një diplomat, po edhe ai kishte një karrierë. Ai ishte diplomacisë karrierës. Po pra, do të thënë kishte një, këtë isha duke thënë që kishte qenë sekretar i përgjithshëm, kishte qenë në media por zoti Ferit Hoxha është i pari mbas Ilir Boçkës të vitit 92, jam i saktë? Po. Ilir Boçka ka qenë në qeverinë, ministri i jashtëm, qeverinë e zotit Wilson Ahmeti. Po. Që nga i momenti s'kemi pas një diplomat ministri i jashtëm. Ka qenë në një farë mënyrë nëse do të konsiderohet dhe Besnik Musafaj, sepse vinte nga pozicioni i ambasadorit që ka qenë në Francë, dhe u bë ministër i jashtëm. U bë, po pasi ai u futën politik, ishte deputet. Jo, mirë, pavarësisht. Po vinte thua ti nga. Po vinte. Po edhe ai nuk ishte një tipik diplomat. Jo, disa Ferit Hoxha, Ilir Boçka, dhe para ti Reis Malile, Muhamet Kaplani, Reis Malile. Po jo, ka tre ishin. Reis Malile, Muhamet Kaplani, Ilir Boçka. Edhe Ilir Boçka, po. Këta kanë qenë. Ky Ferit Hoxha është diplomati? Po, është diplomat karriere. Ju gëzuat? Jo, patjetër. Po, patjetër që më erdhi mirë. Pse?
Merdi mirë në radh parë një herë që Seferi Hoxha ka një jetë të gjatë në diplomaci. Sa vjet ka? Duhet të ketë rreth 35 vite. Do të thënë me një mas rrëzimit deri në 40 vite dhe mundet. Do të po themi rrëzimi komunizmit. Ndryshimeve, është futur në diplomacinë shqiptare. Po. Dhe është një diplomat karriere që ka pasur rezultate pozitive. Dhe këto me pozicionin që ka mbajtur edhe si sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Jashtme, por edhe me postet e ambasadorit, ku ka qenë në poste shumë të rëndësishme të ambasadorit, në OKB, në Bashkimin Evropian, në Këshillin e Sigurimit, drejtoi ekipin ton aty, në UNESCO. Unë e kam pas në linjë Ferit Hoxhën. Unë kam qenë drejtor politik në Ministrinë e Jashtme dhe Feriti ka qenë pjesë e kësaj drejtorie. Për çfarë në postin e ambasadorit? Për çfarë vlerësoni? Unë e vlerësoj për intuitën, për pjekurinë, për zhdërvjelësinë në komunikim, për mënyrën e përsjelljes së mesazheve, për ndikim tek partnerët ndërkombëtar, por për ndikim, për ndikim, por natyrisht që me postin që merr tash të ministrit, se është tjetër posti i ambasadorit. Jo, a di ti thotë jo kryeministrit? Këtu është çështja. Se ky është problemi. Me i thënë kryeministrit stop, zotë kryeministri kjo s'bë. Pikërisht. Tashti mendoj që nuk është ose një deficiencë e Feritit kjo, se Feriti e ka kurajën, e thot, edhe argumenton, por është pruna se sa të ndëgjon partneri tjetër, në rastin konkret kryeministrit. Të dëgjon të ishta puna. Si as diplomaci pasaj. Se kjo është më e rëndë, se ambasador mund të vazhdojë. Kjo është edhe çështja. Por megjithatë, Feriti aktualisht ndodhet në një vijë zjarri me postin që ka marrë. Në një vijë zjarri? Dhe vija e zjarrit është ligji për shërbimin e jashtëm. Që do thotë? Që do thotë që parlamenti shqiptar kaloi para pak ditësh në seancë në drejtimin e ministrit Spiro Pali një ligj tjetër për shërbimin e jashtëm, ku diplomacia e karrierës aty zhbëhet plotësisht. Që do të thotë që i gjitha investim që është bërë në afër 3 dekada në diplomacinë shqiptare, ku diplomacia shqiptare jo vetëm që mbrohej me një ligj, por që edhe performonte në kuadër të një ligji. Po pse ky ligji? Ky ligji i jep dërmën, i themi ne, andej nga ana. Ky s'është miratuar. Ky u miratua në parlament, edhe ka shkuar në presidencë për dekretim. Do nuk duhet dekretohet? Nuk duhet dekretohet. Presidenti mos e dekreto, thot një diplomat si Sokoli Gjoka. Jo vetëm unë, por ne kemi një institucion që kemi bërë një rezistencë të madhe ndaj këtij ligji, e kemi reaguar fuqishëm, edhe me sugjerime dhe me vërejtje Këshillin Ambasadorëve. Madje kemi dërguar. Bravo me të institucion, shumë interesant. Madje kemi dërguar edhe një letër presidentit që të mos e dekretoj. Edhe presim se si do të reagojë presidenti, ndërkohë që ne jemi ofruar për bashkëpunim Ministrisë Jashtme fillimisht, që është iniciatorja e këtij ligji. Dhe pastaj kuvendit, komisioneve përkatëse, të bëni një seancë dëgjimore me ne. Që bërë fare? S'është bërë fare, as nuk na thiri njeri, madje thanë që s'ka pas asnjë lloj reagimi nga asnjë aktor, asnjë faktor, se i kishin mbyllur të gjitha komunikat. Zoti Hoxha, mund ta bëj këtë? Tash zoti Hoxha është në vinë e zjarrit. Është në vinë e zjarrit. Pse është në vinë e zjarrit? Po. Sepse zoti Hoxha ka qenë antar i grupit të përgatitjes së këtij ligji. Antar i grupit? Po. Një. Edhe nuk e di deri sa ka shkuar ai me sugjerimet e veta për ta mbrojtur. Se ka pyet njëri. Jo, e kanë pyetur. E kanë pyetur? Se pyetesh zoti Hoxha, edhe besoj që është pyetur. E para. E dyta, nëse do të mbroj diplomacinë e karrierës, se thash është një investim. Ne diplomacinë kemi pas pa ligj mbrojtje. Pa aset. Po, ashtu siç është e gjithë administrata. Aset i kombit. Po, patjetër. Administrata është aset kombëtar. Por veçanërisht diplomacia është aset i kombit. Patjetër. Kështu që duke qenë dhe ky vet i përket, ta themi, këtij lloj kontingjenti, sepse po bëhet specie në zhdukje tashmë, me largimin ton. Jo, kishte një klauzulë aty që e dëmtonte si? Atëherë, kush janë? Po, atëherë sipas këtij ligji të shërbimit të jashtëm, megjithëse u kamufluan në fund,
kërkoi që të bëhej një testim për gjithë diplomatët e shërbimit jashtëm, nga ambasador deri tek diplomati i fundit, nga drejtor politik deri tek s'kishe bërë ti karrierë brenda hargut të kohor të 12 viteve do kalojnë testim. Se kush do ta bënte këtë testim? Pse do ta bënin këtë testim? Në të gjithë hierarkinë e diplomacisë shqiptare, qëllimi është që të heqim ca, të hapim ca vende pune edhe të fusim ca tjerë. Dhe të tjerë që do futeshin ishin kategoritë e ambasadorëve ad hoc. Ishte shpikur një term i tillë. Ambasador ad hoc nuk ka asnjë vend botës. Pra, edhe nuk e përmban as Konventa e Vjenës, që është dokumenti udhëzues për diplomacinë ndërkombëtare. Së dyti, të futeshin diplomat, ndërkohë që bëj një ndarje ke ligji aktual. Politikë dhe profesionale. Jo, diplomat karriere ishte një kontingjent tjetër, ndërkohë që kishte edhe një term tjetër, diplomat. Edhe kur flitën në ligj, më shumë i referoheshin diplomatëve se sa diplomatëve të karrierës. Kështu që ky është një kontingjent që të futeshin të tjerë. Një aspekt tjetër ishin të futeshin ekspert. Merr ekspert nga rruga, futi në sistem, edhe aty pastaj i lëm për 3-4 vjet. Ideator ka qenë ish ministri Hasani, Igli Hasani, që është kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme. Ai e mori këtë si kal beteje për periudhën e vet, nuk arriti për shkak edhe të rezistencës tonë. Nuk është punë interesi individual, por është punë orientimi, është punë pikpamjesh, është punë si thosh perceptimi. Ai vinte nga jashtë sistemit, bëri një mandat si ambasador në OSBE, në misionin tonë në OSBE, natyrisht i qelloi dhe periudha ku Shqipëria kishte edhe presidencën ose kryesimin e OSBE-s, dhe natyrisht e arritën konkluzionin që këta të ministrisë nuk di kanë punokan, ne që vim nga jashtë e bëkemi punën më mirë. Por çfarë ka treguar realiteti? Realiteti ka treguar që të gjitha ata që mori ish ministri Hasani si ambasador në misionin tonë në OSBE gjatë kryesimit të OSBE, si ishte për një vit, të gjitha ata si erdhën edhe ikën u shpërndan. E shfrytzuan atë periudhë për interesat e tyre, diku kapi një pozicion, diku kapi një gjë tjetër e kështu me radhë. Ndërkohë që ne bëjmë të njëjtën gjë, sepse kam qenë drejtor politik ministrin e jashtme dhe kam bërë platformat edhe për kryesimin e OSBE-s, edhe për vendin jo të përhershëm në Këshillin e Sigurimit. Madje kam drejtuar të gjithë politikat për të arritur këto pozicione. Dhe edhe për Këshillin e Sigurimit u rekrutuan nga jashtë, sepse ideja që diplomatët tanë s'po na bëjnë gjë, edhe kur erdhi puna, jo vetëm që nuk e quan deri në fund misionin e tyre, por i larguan dhe mbetën gjithmonë ata diplomatët e karrierës, sepse ata ishin kontingjenti që urojmë që ky ligj të mos dekretohet dhe të riparohet ajo që madje ne nëse dekretohet presidenti do ta takojmë në gjykatë kushtetuese. Do të çojmë në gjykatë kushtetuese. Sepse ka dhe elementa tani, zoti Gjoka, mua më ngasmon shumë karriera juaj. Unë mund të bëj një mision më vete për karrierën tuaj, por prapë do ta shfrytëzoj këtë rast sot që ju keni shërbyer 5 vite në Moskë, 5 vite në Varshavë. Këto jam i saktë, pastaj tjetër. Edhe pastaj në vendet balltike, Ukrainë gjithashtu. Ke qenë në Ukrainë? Po jo resident. Mbuloja nga Polonia, po shkoja shpesh në gjitha këto vende. Se më kujtohet ajo Polonisë ishin ata dy binjakët, nëse të kujtohet kemi bërë një intervistë bashkë. Vëllezërit Kaçinski, që ishte president dhe kryeminist ishin binjak. Dhe ju ngatruat vend takuat kryeministin, takuat presidenti takuat kryeministin. Jo, unë si ngatroja kollaj, po kishte që i ngatron. Tani, si ishin ato 5 vite në Moskë dhe si janë raportet e Shqipërisë me ish Bashkimin Sovjetik ose Rusinë? Me Federatën Ruse, po. Normalisht, unë qellova në një periudhë që nuk kishim atakime. Në cilin vit? Në vitet 2009-2014. Nuk ishim atakime. Natyrisht, ata e dinin qëndrimet tona, i dinin pozicionet tona, por një gjë, më tha mua ministri jashtëm legjendar Lavrov, kur e takova, më tha më vjen mirë, tha, që për herë të parë, tha, Shqipëria sjell një diplomat karriere në Moskë. Se më përpara kishin qenë kryesisht emërtime politike. Ka qenë Teodor Laço? Ka qenë Teodor Laço, ka qenë Shaqir Vukaj. Shaqir Vukaj, po. Po, ka qenë Islam Lauka, Arben Cici. Arben Cici. Po.
por unë kisha një përvojë edhe më të madhe në fushën e diplomacisë, edhe domethënë isha futur ta themi në stadin final të diplomacisë së karrierës, pra edhe me gradë diplomatike shumë të lartë, po. Kështu që me Lavrov këtë. Tani Putinin sa herë takove? Putinin nuk e kam takuar. Vetëm letra kredenciale. As letra kredenciale, sepse unë i kam dorëzuar me ish presidentin Dmitri Medvedev. Medvedev. Se bën atë rokadën. Po, bën rokadën, ky rinte kryeministër Putini, Medvedevi. Nuk e takova asnjëherë. Jo, nuk e takova sepse që të shkojë deri ke Putini, domethënë duhet kishe mesazhe të fuqishme, interesa të mëdha që ne nuk na afronin shumë. Ne nuk na afronin shumë, thënë së vërtetë. Medvedevin sa herë takova? Medvedevin e kam takuar 2 herë, Lavrovin e kam takuar 3 herë gjatë gjithë mandatit tim. Po. Po biseda apo thjesht? Po. Kryesisht në takime shumë palçe, por që shfryzonim rastin për të zhvilluar biseda të drejtë për drejta. Tani, kemi pasur një marrëdhënie, po themi, vizita shtetërore të rangut lartë, se këtu ka ardhur Krushovi, për shembull. Atje ka vajtur me Metçeu, këta që kanë pas detyra. Po, a kanë ardhur këtu dhe kemi shkuar ne atje, se mua më kujtohet një vizitë e Aleksandr Meksit në 93-94, që i tha që në mërdin tha të shesa sa mig, me gjejar miqti tha, i tha pasaj tha t'i bleu unë, se është batute forta e Meksit. Po patjetër. Normalisht gjatë mandatit tim unë i nxita marrëdhëniet tona dypalçe në fushat që ne kishim interes. Përfshirë edhe fushën në aspektin politik. Dhe vizita e nivelit më të lartë që kemi bërë gjatë periudhës mandat që kam qenë unë aty, ka qenë vizita e kryetares së kuvendit, zonjës Topalli. Topalli ka bërë vizitë zyrtare në Moskë, mos gabohem në 2013. Ndërkohë që në atë kanë ikur PD nga pushteti në 2013. Ja, atëherë o ka qenë fillimi 2013-s, o ka qenë 2012-a. Po, do të thonë zonja Topalli është niveli më i lartë i vizitës shtetërore? Po, sepse është numri 2 shtetet. Mbas 90-s, se ka qenë me Metçeu kryeminist. Mbas 90-s. Mbas 90-s, do të thonë zonja Topalli është. Zonja Topalli. Me vizitë zyrtare, jo. Me vizitë zyrtare që duhet ta theksoj. Se Alfred Mojsiu ka qenë disa herë. Po, presidenti Mojsiu ka qenë, por në aktivitete të tjera me karakter si thush kulturor, ushtarak, ceremonial, po jo zyrtare. Në atë përvjetorin e luftës dytë botërore që ishte 9 maj, ish pjesëmarrës. Po, ish pjesëmarrës edhe normalisht edhe sepse president Mojsiu ka bërë shkollë, ka bërë akademi ushtarake në Federatën Ruse. Kështu që edhe për këtë vlerësoj edhe ka qenë goxha me vlerësime të larta. Por ka pas shumë që jo ka pas shumë, po e gjithë plejada jone intelektualëve tanë ka qenë formuar në Moskë, po se po. Pse binin dashuri ato vajzat ruse e këtij ke kuptuar se unë ja bëj këtë pyetje këtyre që kanë qenë në Rusi me studentët shqiptar. Po binin dashuri sepse normalisht aty mbas luftës së dytë botërore ka pas një deficiencë meshkujsh në shoqërinë ruse. S'po pëlqen kjo arsye. E para. Jo, mirë, po se edhe këto s'po pëlqen kjo arsye. Edhe këto nuk kanë arsye shumë e fortë. Edhe këto ndikojnë. Së dyti pastaj të rinj tanë, se veçanërisht shkonin meshkuj atje, që studionin, ndjeshin shumë të lirë nga tereni shqiptar. Shkonin në një vend shumë më të zhvilluar se Shqipëria. Po jo, me Kinën asi 6.000 kinezë dhe këtu nuk ka një dashuri. Por ndryshojnë shoqëritë, mentalitetet. Po me ruse. Kjo lidhje, ç'ne? Me popullin rus kemi shumë gjëra të përbashkëta. Domethënë jemi popull punëtor, po se po patriot, po se po liridashës, po se po, por edhe të apasionuar mbas lidhjeve dashurore. Ne jemi mesdhetar, ne ndihemi, por edhe ata këto i kanë pas goxha të zhvilluara dhe pa ndonjë lloj frenimi social, ose qoftë edhe tradicional, ose zakonor. Kështu që nuk ishin problem. Madje mua më ka ndodhur gjatë periudhës mandatit tim që më kanë ardhur bijtë e këtyre... kanë ardhur fëmijët atyre? Kanë ardhur në ambasadë, edhe kërkonin baballarët ku i kanë e ku si kanë. A i gjetën? Po kishte që i gjetën, kishte që si gjetën, se varet pastaj dhe nga reagimi i familjeve. Fëmijët e këtyre lidhjeve? Po, lidhjeve që kanë lindur në Moskë. Kishte lidhje sekrete?
që bën fëmijë? Po kishte, po. Kishte edhe lidhje sekrete, ë? Edhe që si pranonin familjet e mëtejshme këtu në Shqipëri, si pranonin edhe aty mbylli historia, sepse duhet krijojë një lloj konsensusi familjar. Po patjetër, megjithatë unë i mbaj afër dhe ata kontingjent. Këta të këtyre bive, ta themi, të këtyre... Po sa, kishe një numër, sa ishte ky numër aty që të erdhën e të kërkuan dua babain në Shqipëri? Ja, nuk ishte shumë, mund të ishte rreth 10 të tillë. 10 rusë kanë kërkuar babain në Shqipëri, kanë vajt ambasadorit atje në Moskë, ambasadorit shqiptar duan babaj. Po ndërkohë që kishte edhe të deklaruar. Të deklaruar, po, tjeta, ishin me çifte. Tani të lutem, ambasador, më trego pak për Ismail Kadaren, kur keni qenë ju atje, është bërë një dokumentar i Piro Milkanit, dokumentar shumë i bukur, me vendet ku ai kishte jetuar, pra si student, po themi në konvikt, në Institutin Gorki, ku studioi, po edhe ambientet të tjera. Ajo ishte një ngjarje për t'u shënuar, megjithëse kishte një karakter më tepër njohës dhe kulturor për sa i përket një opinioni më të gjerë, pra ku Kadareja jepte kujtimet e tij nga periudha që ka qëndruar në Ish-Bashkimin Sovjetik të atëhershëm, që ka studiuar në Institutin Gorki. Dhe ne natyrisht i ambasadë u angazhuam që të krijonim një qëndrim sa më të këndshëm për të realizuar objektivin e vet, ku ka qenë edhe regjizori Piro Milkani. Ai vinte mas 50 vitesh. Mas 50 vitesh në Moskë. Nuk ishte kthyer asnjëherë fare. 50 vite. 50 vite, edhe natyrisht ne i bëm një program të tillë që edhe të kujtonte, edhe të egzaltohej, por edhe të na tregonte. Dhe kujtimet e tij ishin shumë interesante. Ne vajtëm dhe ke shtëpia e Pasternakut. Pasternakun e kishte... Po, e kishte idhull, dhe normalisht më ka treguar me gojën e tij se si ai ka refuzuar që të merrte pjesë me studentët e Ish-Institutit Gorki për të protestuar kundër Pasternakut, ndërkohë që këto protesta i organizonte qeveria e Moskës edhe qeveria studentore që ishte në ndikimin politik. Ai nuk ka vajtur. Për ata që na ndjekin, Pasternaku mori çmimin Nobel. Bashkimi Sovjetik nuk e pranoi, pra regjimi, Stalini madje. Dhe ka bërë një telefonat, sa ishte ajo telefonata? Ajo ishte një telefonat jo shumë e gjatë, po me mesazhe të drejtë për drejta. Mos u kruaj kështu pak a shumë, po themi trash, domethënë. Dhe organizoi e detyronin atë që të mos e merrte çmimin Nobel. Dhe organizoi protesta. Një nga këta që ka refuzuar të marrë pjesë në protestë ka qenë Ismail Kadare, refuzoi të merrte pjesë në protestë kundër Pasternakut, kundër Pasternakut, edhe kur kemi shkuar dhe Doktor Zhivagos. Autori Doktor Zhivagos. Edhe po Kadare ka përmendur dhe një nga librat e tij. Po, e ka shkruar edhe te mosmarrveshja. Ke mosmarrveshja. Po edhe në tjetër, po te mosmarrveshja ka përshtypjen që mosmarrveshjen e ka botuar mbasi ka vizituar shtëpinë muze të Pasternakut edhe varrin e Pasternakut. Edhe varrin. Po. Tregoj në një gjë? Po, pikërisht tregoj këtë aspekt një, edhe si thosh ndikimin që ka pas Pasternaku në letërsinë e Kadares. Ul aty tek vari. Po. Ul tek vari Pasternaku, që ishte në të njëjtin obor ku ishte edhe shtëpia, ishte qytet muze, e organizuan për një periudhë shumë të shpejtë, me thënë të drejtën, edhe normalisht institucionet aty u organizuan, u ngritën këmbë, i thash do ta bëjmë se s'bën, morën makinën dhe ishte në periferi, ishte një 60-70 kilometra në periferi të Moskës. Shumë e bukur kjo. Edhe vajtëm aty, ul në një stol që ishte stol prej druri, e kam parasysh, edhe shikon të varrin dhe mendoj, edhe më fliste kështu si në përdhëm Kadareja, do më thënë që tregon të ato kujtimet e tij. Tjetër gjë ishte shumë e bukur periudha ose vizita që bëri tek konvikti, ku kish jetuar. A te konvikti? Më tha, do më qosh ke konvikti. Patjetër, i thash. E mora. Mos më thoj që gjeti dhomën. Po, vajtëm te dhoma. I thash, do ta shikosh dhomën? Më tha, nuk ka ndonjë interes, e ka ndryshuar, tha. Por derën e pashta. Se gjithë ata u vunë shërbim pastaj, qelsi njëri, kush e ka, qa studentësh janë, se vajtën paradite. Edhe e vizitoj aty, ndeti aty ke ai koridori, po më tregonte këtu njëri, këtu tjetri, miqtë e shokët e vet, se vetë shokët tregonte. Dhe pastaj zbriti aty në hall, edhe ka marrë direkt në telefon bashorten, Helenën. Po Helena nuk ishte me ata. Ja, nuk ka qenë vetë. Ishte. Duke se ka qenë bujari.
Botusi. Bujar Udhri, po. Bujar Udhri, se do ta themi. Po, patjetër. Edhe merr Helenën në telefon edhe i tregon çfarë kanë bërë mua këta, më kanë çuar ke konvikti, u ngjita deri ke dhoma, kështu pas këtë. Pas nostalgji, shumë nostalgji aty dhe u prek në një farë. Edhe mbasi foli me Helenën i thash, zoti Katarej, i thash kam një kërkesë, çam thamu. E thash, unë e di që ti kafen e pije në qendër të Moskës, po më thamu, në një hotel Moska, kafe Moska quaj. E thash, shkojmë dot, i thash, edhe do më tregosh çfarë ndryshimesh ka bërë kjo rrugë tim që do bëjmë ne në kuadrin në arkun kohët 50 viteve. Tha, me kënaqësi tha. I thash, nuk është shumë larg, besoj që edhe mos lodhesh. Megjithatë do ikim dhe makinë, jo me këmbë tha do ikim. Edhe zbritëm këmbë, deri kafja nuk ekzistonte më, se ishte prishur, por vendi ishte aty dhe unë e dija ku ishte, e çova deri te vendi, i thash më thuaj ka ndryshuar gjë? Asnjë gjë s'ka ndryshuar tha. Siç e kam lënë para 50 vitesh tha, ashtu është edhe sot e kësaj dite, por natyrisht tha është më e zbukuruar, më e pastruar, më e rregullt me kështu gjërash. Dhe ndërkohë pastaj i kërkova, ke dëshirë, i thash, të vish përsëri në Moskë, por herën tjetër do vish bashkë me zonjën Kadari, thash, me Helenën. Me Helenën, po? Tha, ide e mirë, tha. Po më përgatitë në një vizitë, vi. Ja përgatita vizitën, e mora në telefon, natyrisht komunikova disa herë edhe me zonjën Helena, u mundua ta binte, por nuk erdhi më. Nuk erdhi? Nuk erdhi më. Po pse? Njerë nxori kam qenë pa qef, njerë kështu që i bëra një program të veçantë, shumë të bukur. Ta organizonte se kol Gjoka këtë do ishte me vërtetë se erën e parë që arsye tjetër, që dokumentari edhe çdo gjë u bë sporadike. Ishte ka qenë i okupuar. Megjithatë, edhe gjatë vizitës së parë e çuam në Institutin Gorki, mbajti një fjalë me të gjithë pedagogët. Mbajti fjalë aty me pedagogë e student, edhe në shenjë respekti i vunde portretin e tij me portretin e pedagogëve që kanë dhënë mësim ke Instituti Gorki. Tani në një vajzë aty që duhet ishte plak me emrin Lora, erdhi të kërkoj se ajo poezia Lora e Ismail Kadares, ajo është në të gjitha antologjitë e dashurisë në Shqipëri, në lehtësinë shqipe. Është, po me sa duket Piro Milkani kishte bërë një program shumë ndjeshur zotit Kadare. Dhe zvajtët e Lora. Shpesh e zinte gjumin makinë dhe nuk arrinte dot të përfundonte. Po se ishin distancat e largta, trafiku ishte i madh, edhe hotelin që e kishin zënë periferi, që e kishte zënë Piro në fakt. Edhe nuk e ndroj, madje më tregoi edhe një histori, po, se tha, ai ishte një hotel gjigant, në fakt, ku i kishin zënë vendin këta me një 2500-3000 dhoma, por mëngjesi ishte me vetë shërbim. Edhe vajta ditën e parë tha po aty s'të linin të merren në një pjatë, tha se ishin bëhe sa 3000 dhoma, nga 2 veta për dhomë, 6000 veta, edhe unë ngela pa buk, tha ula këtu, pastaj erdhi Piro, tha dhe djali i Piros, tha që më shërbyen, edhe që vazhdova, po e thash herë tjetër kur të vish, i thash, do të caktoj mund qendër të Moskës, i thash. Tha, po ma bëre këtë, tha, do vi me kënaqësi, po nuk arrit. To janë kujtimet e jashtëzakonshme dhe me të vërtetë. Por edhe një element me shumë rëndësi, jo në kuadër të Kadares, por në kuadër marrëdhënies dypalçe, mua më qelloi që isha në Rusi edhe në vitin 2012, kur ishin 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Dhe atëherë ne bëm një projekt të përbashkët me palën ruse, që ne të festonim, ta themi, ditët e Shqipërisë në Rusi, dhe Rusia të festonte ditët e saj në Shqipëri. Edhe u bë një program i veçantë. Dhe unë kam organizuar për 4 muaj, rresht, ditë më ditë, në 4 qytete kryesore, në Moskë, në Shën Petersburg, në Voronezh dhe në Nizhny Novgorod, aktivitete pa fund për Shqipërinë në këto qytete. Dhe duke filluar qysh nga koncerte simfonike, me ekspozita të pikturës, të fotografisë, me javë të filmit shqiptar, po me subtitra në gjuhën ruse, për auditor rus, me kulinari shqiptare dhe kërshia mbitort ishte ekspozita e ikonografisë shqiptare. Ajo la përshtypje maramëndse, sepse ne gjithmonë na konfondonin si një popullsi muslimane. Por kur pan këtë lloj ikona tona, që natyrisht është e njëjta traditë fetare në një farë mënyre, atëherë u egzaltuan shumë. Edhe është folë shumë nëpër media në atë kohë dhe është bërë shumë reklam, kam bërë konferenca shtypi gjithashtu, ndërkohë që këtu ka ardhur pastaj teatri Balshoi.
Ka dhënë shfaqje në Tiranë. S'më kujtohet, cili vit? 2012, po. Se ka qenë një nga themeluesët e baletit shqiptar, Ganimet Vëndresha, ka kryesuar 6 vjet në Bolshoi Teatr. Patjetër. Ajo është jashtëzakonshme. Ai është institucion shumë i veçantë. Pak përmendet kjo zoti Gjoka. E vini re besoj këtë. Do 6 vjet kërcesh në Bolshoi Teatr dhe themelosh pasaj baletin këtu dhe pak. Tani zoti Gjoka, kemi ne marrëdhënie formale diplomatike me Federatën Ruse? Kemi ambasadë atje? Ata kanë këtu, vazhdo? Edhe në këtë kushte edhe në këtë kushte, po ka rënë, domethënë, aktiviteti, ka rënë aktiviteti diplomatik. Do ne kemi ambasador atje? Kemi ambasador atje, edhe këta. Sa stafi atje? Po, stafi është i vogël, me 1+2 duhet jetë, 1 ambasador dhe 2 diplomat, dhe atë herë mbetet një se ata i nxjerrin dhe non grata një pjesë të tyre, rusët. Kanë nxjerrë rusët? Po. Sepse kemi nxjerrë ne. Edhe ne kemi nxjerrë nga ana e tyre. Jo, po të parët ishim ne? Po, të parët e kemi nxjerrë ne, sepse ka qenë justifikuar ata për veprime reciprociteti. Tani një pyetje, ish ambasadori i Shqipërisë në Moskë, më ka thënë Shaqir Vuka që nëse Rusia nuk do ishte në atë gjendje në vitin 1998, nuk do ta bënte luftën NATO në Serbi. Jeni dakord me këtë? Ky është një nga faktorët, por keni parasysh që atëherë komunikimi diplomatik ndërkombëtar ka qenë intensiv. Edhe kishte komunikim me vizita të nivelit të lartë, me vizita të niveleve të tjera, dhe natyrisht që Rusia kërkonte nga partnerët ndërkombëtar nëse do të toleroj edhe për goditjet ushtarake në drejtim të regjimit Miloševićit. Kështu që ka pas tratativa dhe natyrisht Rusia ka marrë, si thush, benefitet e veta, edhe nga veprimet që bënte NATO në Serbi. Por këto kanë qenë kryesisht të niveleve të padukshme, por në arenë ndërkombëtare Rusia ka pas goxha hapësira për të vepruar e kështu me radhë. Megjithatë, prap, një faktor mund të ekzistojë që në gjendjen që ishte Federata Ruse edhe mund mos e reagonte, por për të ndikuar në Serbi edhe në rajon, por në një ballafaqim me NATO-n nuk e çonin situatat sepse kishte përfitime tjera të karakterit ekonomik. Ti pasi që në kohë të ardhmë, domethënë. Unë kam qenë në kohë të ardhë, por kapa edhe pushtimin e Krimes në 2014. Edhe atëherë filloi rënja, dekadenca. Ka marrë malli për të shkuar në Moskë? Po, me thënë të drejtën, jo dhe aq shumë, sepse e kam shijuar në maksimum. Ato 5 vjet. Po, ato 5 vjet, dhe kur nuk ka dhe një klim politike që të inspiron, kështu që uleni çik ato kërkesa dhe pritshmëri. Ju keni dalë në pension? Unë po e kam mbyllur, kam dalë në pension. Po jo, po mund të thrasim ty pse? Po mundet, po të më thrisin, unë mund vazhdoja, siç kanë vazhduar disa tjerë që ishin në vijim të procesit. Po pse ju, me çfarë ndodhi me ju? Po mua më propozuan për një pozicion që për mendimin tim nuk ja vlen ta përmendim me emër, po për mendimin tim nuk ishte i përshtatshëm. Gjithmonë për arsye profesionale, jo për arsye vetjake. Nuk ka ndonjë preferencë ndonjë gjë. Unë punës nuk i kam bërë bisht asnjëherë, përkundrazi, kam qenë. Se mos të caktuar në këto, jo Iran e këto çajin këto shtetet. Jo, dhe aty po të ishte do shkoja. Do shkoja? Po, do shkoja. Po ku pas ka qenë ky vend mo? Ka qenë një vend që nuk shkonte edhe në si eksperiencë diplomatike. Do të është profesionalisht. Është profesionalisht. Edhe për arsye pune. Dhe për arsye pune se nuk do kisha shumë hapësira për të vepruar. Të mos shkojë? Mundet ke qenë dhe ajo, por për mendimin tim... Si transferojnë ata oficerët e policisë, si thonë në komisariatin e Tropojës. Po, zvetaj aty dhe ikën. Megjithatë, unë prapë, si thush, majët e karrierës si kam mbritur, pa diskutim. Edhe në shërbimin jashtë. Me ata ju jeni aset, zoti Gjoka, dhe jeni një grup diplomatësh që për Shqipërinë ju funksiononi edhe pa qenë detyrë, vlera juaj, ja edhe kjo intervistë vlen shumë, por
që shteti t'i hedhi, domethënë të mos ju ketë pjesë, jo mosh pensioni, po ç'a pensioni jeni ju? Edhe ne na vjen keq sepse kemi një eksperiencë me dekada, jo me vite, të akumuluar. Sa vjet në diplomaci? Unë jam afërsisht 30 vite. 30 vite. Edhe gjysmën e këtyre 30 vite kam në gazetari, po në gazetari gjithmonë të lidhur me politikën e jashtme, me marrëdhënien ndërkombëtare. Gjithë ata që nuk e njohin, ka qenë një nga gazetarët e jashtëm i quanim ne fare, e jashtëm. Të jashtëm. Kështu që është vërtet me interes për t'i angazhuar. Madje unë kur kam bërë një pritje me trupin diplomatik të akredituar në Shqipëri, pra takim lamtumire që i qonim ne, me rastin e daljes time në pension, edhe kam thirrur edhe ministrat e jashtëm, të gjithë ministrat e jashtëm me të cilët kam bashkëpunuar gjatë karrierës time. Gjysma erdhi. Gjysma kërkuan, domethënë justifikime, se nuk jo për në arsye. Por ishte diçka e veçantë që u thash edhe ambasadorëve që ishin pranishëm. Shikoni, thash, koezionin që krijon politika e jashtme. Tu keni ministra që i përkasin krave të ndryshme politike dhe kur vjen puna për të vlerësuar diplomacinë e karrierës, vinë dhe bashkohen edhe na nderojnë dhe neve. Tani për ta mbyllur, jemi në fund. Un kam për zëmër Thomas Friedman, kolumnistin e New York Timesit, që e ka luksin të marrë avionin në New York, shkoj të pi një kafe edhe në Tiranë dhe kthehet. Ai ka bërë një përcaktim të jashtëzakonshëm në editorialin e fundit që ka bërë New York Times. Parasi se ai rendit gjitha këto që ju i renditet për luftën në Iran, pra sulmin në Iran dhe Izraelin, dhe ai thot, ka një shprehje të famshme aty ku thot feja, nafta, pushteti fisnor dhe politika e fuqive të mëdha janë të gjitha në Iran, janë bashkë në Iran. Po sa bukur. Feja, nafta, pushteti fisnor dhe politika e fuqive të mëdha. Tani ai thot, është një kaleidoskop, lindja e mesme, thot ai, është kaleidoskop. Nuk duhet të aman, thot, kjo luft nuk duhet të tërheqë vëmendjen, thot, për demokracinë në SBA dhe në Izrael, thot. Sepse Trumpi po bën gabime të mëdha dhe Netanyahu në Izrael gati po shkon drejt një shteti apartheidi. Për ta mbyllur dua përgjigjen tuaj. Besoj Thomas Friedman është ai që është. Është ai që është, edhe unë nuk i heq ose i shtoj asnjë presje, ato që ju përmendët, që lexuat konkluzionet e tij, edhe është e vërtet që lindja mesme normalisht kërkon një vëmendje shumë të veçantë. Mos i vëmendje këtij. Po, shumë të veçantë, edhe angazhim shumë të veçantë. Por unë do ta vlerësoja që ky angazhim duhet të vijë nga forumet ndërkombëtare, jo nga politika individuale. Personale. Po, ka politika individuale, për mos thënë pastaj dhe personale. Kur them individuale kam fjalën si kombe, si vende, si shtete, por personale pastaj si drejtues të këtyre shteteve, se edhe këto lozin rol, edhe me presidentin Trump edhe me kryeministrin Netanyahu. Kryeministri Netanyahu konsiderohet si kryeministër lufte. Kështu që në gjithë karrierën e tij, madje ka një prejardhje edhe nga ushtria në Izrael që ka shërbyer ai vetë fillimisht. Po. Kështu që duhet të vjen në funksion forumet ndërkombëtare dhe funksioni i forumeve ndërkombëtare si vjet me reformimin e tyre. Po të duan 5 fuqitë e mëdha e bëjnë reformimin brenda 24 orësh. Nuk do. Formulat janë hedhur në tavolinë, diskutohen kot sepse nuk duan fuqitë e mëdha, po të bëhet aty. Dhe tash kush është benefiti i këtyre forumeve ndërkombëtare? Benefiti është që janë përfshirë fuqi të mëdha, të cilat natyrisht drejtojnë zhvillimet ndërkombëtare, secili sipas hapësirave të veta, zonave të veta të influencës e kështu me radhë, dhe fuqive të veta natyrisht, dhe që duhet të hynë në tratativa me njëri tjetrin për të rregulluar ekuilibrat. Po prishin ekuilibrat, pastaj s'ka prishet edhe nga ligji ndërkombëtar kalon ligj xhungle, ku më i fuqishmi vendos edhe dëmton gjithë rendin ndërkombëtar. Prandaj sot flitet për një rend të ri ndërkombëtar, sepse janë prishur balancat e forumeve ndërkombëtare. Ndërsa për të ardhur tek pjesa e dytë e përcaktimit të Friedmanit, që duhet kenë vëmendje, natyrisht duhet kenë vëmendje tek vendet e tyre, sepse nganjëherë edhe këto veprimet
e jashtme ose në drejtim politikës jashtme për të mbuluar problematikat e brendshme. Edhe të dy vendet kanë problematikat brendshme. Zoti Gjogat, falenderoj shumë për këtë intervistë shtëruse, por edhe me detaj dhe me element që unë jam kënaqur, sidomos ato të periudhës tuaj si ambasador në Moskë, me historitë me politikanët atje dhe sidomos me Ismail Kadaren. Të falenderoj shumë. Kënaqësi si gjithmonë dhe unë të uroj shumë suksese. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, publicitet nga Orlan Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.